Vëllai ta që të rase, që gruaja mos t'i bindë të Allah të barë gotala, ata që pretendojnë se gruaja në Islam është e shtypët, se gruaja në Islam është e marginalizuar, i është bë pa drejt, ata vizë se në din. Ata e din ifshin, knjatësin, që ata e din. Edhe në basë të saj e ta thrasë e flasë. Nëse Allah gjenë në të rënda që ka dobi për ty, që ka përmi për nga saj e din. E shikaj se gjenë një gruas në botë, kur s'ka pas ma shumë, dhe më thonë, emancipim, liri, liberalizim, për gruan, hapësirët mjaftueshme. A është të knaqur. E ka pozitën e vetë. Shikaj në legjeni statistikat e grave në përëndim, qëfar dëmtime i është shkaktu në rafësin psiqik e shëndetësor si pasoj e presionit ditor për punë që i krynë që shemë saj, janë shpërputhe me natyrën e gruas. Ja kanë shkatru brendin e mrenshme. Edhe në kuptimin e feminitetit si grua, si femër, por edhe në kuptimin e pleshmërisë. Shkatrim total. S'është e aftë mo, me lidh, me mbet, shtatzane, për shkak se stresi, për nëshmëria, dinamikë jetës, në shpërputhje me natyrën e saj e ka prish. Ka mit një robot, si burri që ashtu ato. Dhe unë i bindi me Allah se di se ai nuk kërkon për me punu për Zotin, mi ashtu Allah të pasurin, si duhet ati pasuria jam. Ai më thret veç ka dobi për mu. Dhe kjo është arsye mjaftueshme që unë, çdo lajm, çdo informat, çdo thirrje që e dëgjoj nga Allahu xhallahu ala tem, e dëgjova, e kuptova, unë ashtrova. Kaq? Arsyeshmëria në thrimin. Ajo është i urti, çdo sen vend vet, çdo sen me madhësinë e vet, me gjersinë e vet, me thellësinë e vet, me distancën e vet, gjithçka.